Roma, mirëser dhe knaqësi që të kam sonte në Libero. Faleminderit për ftesën. Nuk e dim, duket ma shumë se 2 vjetë, ose ndoshta janë bo 3 vjetë që unë juftoj dhe keni refuzuar, apo nuk keni gjetur kohën, po them që t'jeni në emision. Faleminderit që gjetët kohën dhe jeni sonte në Libero. Sparit faleminderit shumë për ftesën. Është e vërtet që disa herë më keftu dhe të kërkoj falje që s'kam mujt me ardhë për arsye se kam qenë i zanën me doktoratur dhe gjatë saj kohe isha edhe me disa çështje tjera, mirë po shumë prej televizionit, shumë prej emisioneve të ndryshme më kanë ftu gjatë këtyre viteve, edhe para 2 vjetë, edhe para 3 vjetë, mirë po kam përzgjedhur me ardhë tek ju për disa arsye. Arsyeja e parë, më pëlqen emisioni juaj sepse edhe me gru, edhe me fëmijë, edhe me prind, edhe me të vjetër, për secilën moshë besoj që është frydhanse. E dyta, mendoj që karakteri yt, përgatitjet tua shkencore, akademike, e bajnë që edhe musafiri mund di mirë tek ju, dhe mendoj që është një kategori e lartë, jo sikurse dikun tjetër, mendoj që këto janë pikat të cilat unë komentues. Faleminderit shumë. Unë u skuqa nga fjalët që mi the, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Nuk është natyra e emisionit tim, por sidoqoftë nuk mund të anashkalojmë dhe të mos flasim. Para 3 vjetësh, rreth 3 vjetësh, është ngritur një akt akuz për ju. Javën e kaluar, disa ditë para vitit ri, u riaktualizu kjo akt akuz. Ju nuk kam pa të keni folur ndonjëherë, nuk ju kam pa që jeni përgjigj diku për këtë akt akuz, prandaj është rastit t'ju pyes se cila është e vërteta sipas jush. Çfarë ka ndodhur? Mendoj që në demokraci, edhe në Kosovë, edhe në Evropë, edhe kudo, secili person më në akuzon diken. Dhe unë më të akuzu ty, sepse më ke ly pare për me arë në emision. Më të akuzu. Dhe kjo akuza jonë shkon në polici, shkon në prokurori, gjykata e vendos. Nëse unë i kam të vërtetat e mia, atëherë unë e fitoj. Nëse ti ki të vërtetat e